Tekse sot shënohet dita e 4 e luftës në linjën e mesme, Organizata e Kombeve të Bashkuara ka dënuar dhunën ushtruar ndaj fëmijëve në lindjen e mesme, të cilët kanë parë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraelin të sulmojnë strukturat ushtarake dhe ato civile të Iranit. Operacionet ushtarake në Iran dhe në të gjithë rajonin janë shkatruese, si dhe paraqesin një kërcënim serioz për fëmijët, tha OKB në një peticion. Civilët, shkollat dhe spitalet nuk duhet të sulmohen. Çdo fëmijë ka të drejtë të jetojë i lirë nga frika, shtohet më tej në deklarat. Një ditë më parë u mbajt një funeral masiv për 165 nxënës të shkollave dhe stafit të cilët mbetën të vrarë në një sulm të përshkruar si amerikano-izraelit në qytetin jugor të Minabit, i cili ishte incidenti më vdekjeprurës në Teheran deri më tani. Ndërkohë në Emiratet e Bashkuara është njoftuar se misioni në distancë do të vazhdojë deri të premten më 6 mars. Kjo mas do të zbatohet për studentët, stafin arsimor si dhe administrativ në të gjithë shkollat dhe universitetet publike si dhe ato private në të gjithë vendin, deklaroi Ministria e Arsimit e vendit si dhe Ministria e Arsimit të lartë dhe kërkimit shkencor në një deklaratë të ndarë për mediat.